Kjo është video e një mësuesi i cili është bërë jashtëzakonisht viral për mënyrën se si sillet me nxënësit. Shikojeni pak se si i trajton ai nxënësit dhe se sa e duan nxënësit këtë mësues. Sepse ai është shkrirë me ata, është bërë një prej tyre. Ja, urdhë, shiko ç'a bën. Urdhëro. E kam zgjedh Kastile për ta treguar sepse ç'është e vërteta, shkolla është një gjë shumë e rëndësishme e jetës tonë dhe kush e bën të rëndësishme shkollën? Mësuesi. Dhe e zgjodha Kastile, është bërë shumë virale, dhe vendosa ta hedh dhe unë si për dhënë një mesazh për gjithë mësuesit që ushtrojnë profesionin në Shqipëri. Nuk them se janë të gjithë mësuesit e këqija apo ku diun se çfarë. Ka dhe mësues të mirë që i përkushtohen nxënësve dhe i falenderojmë nga zemra që janë bërë njësh me ta. Por ka nga ata që neglizhojnë punën e tyre, që nuk i trajtojnë dhe aq mirë nxënësit, që nuk i trajtojnë dhe aq mirë fëmijët tanë, edhe normalisht kjo ndikon pastaj në të ardhmen e tyre, në raportin e tyre me shkollën dhe kështu me radhë. E zgjodha Kastile për ta tequar këtë mesazh edhe në Shqipëri. Shpresoj ta shikoni edhe të reflektojmë. Pse jo? Sepse një mësues i mirë ta bën shkollën atraktive. Një mësues i mirë e bën nxënësin që të shkojnë në shkollë me shumë qejf. E nëse shkojnë në shkollë me qejf, atëherë është një gjë e mirë. Kemi fituar shumë.